Mirë se u rikthyet nderuar teleshikues, sot është dita e 54 e protestës, e cila në fakt ka nisur para ditën e sotme, për 5 orë protestuesit janë mbledhur përpara dyerve të kuvendit. Brenda zhvilloi seanca parlamentare, e cila në vetvete po kaq ka patur debate, si për çështjen e protestës, trajtimin e saj, po ashtu edhe për ndryshimet administrative, ligjit për reformën territoriale. Nga ana tjetër, protestuesit kanë bllokuar rrugët rreth e parlamentit, kemi patur të lënduar 6 efektiv blu dhe 11 protestues dhe janë shoqëruar në polici 5 protestues të dhunshëm. Për të ndalur pak më gjatë, për të analizuar edhe si dukuri, jo vetëm ditën e sotme, por dhe gjithë kontekstin politik, me mua ka kënaqësinë të kem kolegun e analistin mentor Kikia. Zoti Kikia, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Si duhet ta lexojmë ato që ndodhi sot, po jo vetëm në kuvend edhe jashtë tij. A ka një mesazh politik të dhënë nga palët, duke I trajtuar veç po edhe në kontekst? Në fakt të 3 protestat janë zhvendosur nga segmenti Sheshi Skënderbej, bulevardi Dëshmorët e Kombit para kryeministrisë dhe zhvendosja para hyrjes së parlamentit kanë përfunduar me incidente të dhunshme. Kjo është e 3-ta protestë e zhvilluar përpara parlamentit, por sot padyshim imazhet që u sollën nga protesta dëshmonin për një shkallë shumë të lartë të agresivitetit se sa herët e kaluara. Është skenjë për shkallëzimi I krizës politike, është lodhja e protestuesve, çfarë mund ta ketë shkaktuar këtë reagim këtë rast, sepse kjo protestë në fakt, duke e marrë në kontekstin e gjithës, është dalluar për një sjellje qytetarie të veçantë. Jo më kot bëra dallimi midis protestës para parlamentit dhe protestës në Sheshin Skënderbej dhe në bulevard, ku gjithmonë protesta ka qenë paqësore, preqet, pa asnjë lloj incidenti, ndërkohë që para parlamentit, ku për shkak ndoshta të përballjes së drejt për drejt mes protestuesve dhe deputetëve të cilëve I adresohet dhe protesta, duket që tensionet janë më të pranishme. Kjo edhe për faktin se protestuesit në 2 herët e fundit kanë shkuar të pajisur apo të armatosur, nëse do përdorim shprehje figurative, me vezë, duke qelluar mbi makinat apo mbi deputetët, ndërkohë që përqendrimi I policisë ka qenë shumë I madh. Sot ishte edhe më I madh dhe kishte 500 efektiv policie. Kishte pra tonet të agresivitetit, ku mendoj që veprimi I policisë ishte jo proporcional, pasi një sulmi me vezë nuk mund t'i përgjigjej me gaz të sjellës apo me piper djegës, aq më shumë që ka raportime nga pjesëmarrës në protest, por edhe media të tjera që pompat e ujit, ato botet që përdoren nga policia me ujë me presion për të larguar protestuesit ishin të pajisur me një solucion kimik, I cili kishte jo ngjyrën transparente të ujit, por kishte ngjyrë disi jeshile, dhe që shkaktonte djegje të lëkurës dhe u shfaqen duke marrë mjekime nga shërbimet mjekësore të urgjencës së Tiranës në sheshin ku zhvillohej protesta, 10 njerëz të cilët kishin pësuar djegje në lëkurë. Dhe nëse konfirmohet një gjë e tillë, unë pash protestuesit kishin arritur të mblidhnin ujë nga ky, I cili u përdor për t'i shpërndar, për t'u dërguar për analiza. Mendoj që këtu jemi në kushtet pastaj të një vepre penale, pasi uji përdoret vetëm si lënd për të ushtruar presion mbi protestuesit dhe s'ka asnjë përbërës tjetër për të ndikuar për të shkaktuar lëndime. Për të shkaktuar lëndime apo për të ndikuar në shëndetin e tyre. Gjithsesi, ajo që shikohet është një humbje durimi edhe nga ana e qeverisë, dhe kjo reflektohet tek nervoziteti I policisë, I cili u demonstrua edhe pas protestës duke bërë shoqërime të njerëzve të cilët nuk ishin në momentin e ndalimit ishin kërkuar në konflikt me askënd, të rinj që arrestoheshin nga civil, pa identifikuar, pa asnjë lloj shenje që dëshmonin që ishin policë.
dhe duke krijuar një lloj paniku dhe në mesin e qytetarëve që janë ka civilë që rrëmbejnë njerëz në mes të rrugës nëpër trotuare. E gjitha kjo dëshmon një nervozitet nga ana e qeverisë, por nga ana tjetër edhe protesta tashmë si institucion politik e të kurrur në numër në raport me ato që ka qenë gjatë muajit qershor, është përpjekur që ta kompensoj këtë të kurrje pikërisht me këtë sjellje, por vazhdoj të theksoj kjo sjellje ka qenë tipike vetëm përpara parlamentit në momentin kur kanë hyrë apo kanë dalë deputet nga seanca. Ju thatë, qeveria po tregon një lloj nervozizmi. Ndërkohë, apo reagon siç duhet majoranca për adresimin e kërkesave të sjella nga protesta? Po adreson siç duhet shqetësimin e qytetarëve? Ka një gjë këtu. Protesta qytetarëve nuk është një protest sindikalistësh, të cilët ka një listë me kërkesa, të cilat kryesisht janë ekonomike, dhe qeveria negocion që nga këto 5 plotësohen tani, 2 lihen për më vonë dhe 3 nuk plotësohen. Nuk janë protestues që i përkas një komuniteti të caktuar lokal që kundërshtojnë një vendim të caktuar dhe po ngrihen në protest dhe qeveria zgjedh ta anullojë atë që do të bëj apo jo. Protesta është thellësisht politike tashmë, edhe pse jo partijake, edhe pse aty ka kontribut pothuajse të gjitha partitë opozitare, nuk ka një flamër, nuk ka një logo partijake, por është thellësisht politike sepse adreson kërkesë objektiv kryesor, dorëheqjen e qeverisë, krimin e qeverisë teknike dhe reformën e thellë zgjedhore. Janë të gjitha çështje politike. Ajo që ndodh në të tilla raste është që qeveria s'ka me kë bisedon dhe protestuesit nuk pranojnë të bisedojnë, sepse kërkesa është të iki njëra palë. Dhe që në këtë moment nuk ka çfarë diskutohet me protestuesit. Është njësoj si në edhe pse krahasimi mund të mos shkojë si në një luftë, ku të dyja palët negociojnë, ose kur ulen në tryez, njëra nënshkruan kapitullimin, tjetra nënshkruan fitoren. Në këtë rast ka patur në fakt 2 përpjekje të qeverisë për të ngritur një linjë komunikimi. Kjo ndodhi në ditën e 3 të protestës, kur Rama pa që protesta ishte serioze për shkak të numrit të madh të njerëzve që dolën në rrugë dhe tha zgjidhni një përfaqësi dhe hajde të bisedojmë, por u përjashtua automatikisht oferta për shkak se protestuesit, ata që ishin ekspozuar publikisht si folës deri në atë moment, thanë që protesta nuk ka asnjë përfaqësues. Askush nuk mund të shkojë te kryeministri me si deleguar i kësaj proteste. Pati një përpjekje tjetër tashmë së fundmi për të diskutuar sërish me atë që qeveria filloi ta quajë pjesën e shëndosh të protestës përballë pjesës agresive që tashmë ka mbetur aty, por përgjigja ishte që s'kemi çfarë protestojmë, ne jemi këtu për të kërkuar largimin e qeverisë dhe këtu nuk ka diskutime. Kështu që nuk besoj që do shtrohet ndonjëherë në një tryez ku palët jenë për të ulur, sepse thash nuk ka kërkesa, ka vetëm një kërkesë, të ikë qeveria. Tani, nëse i referohemi sjelljes së qeverisë, s'ka askund një shenjë që të tregojë që qeveria është duke konsideruar opsionin e dorëheqjes, por nuk ka konsideruar edhe opsionet të tjera të cilat mund të ndikonin në një farë mënyre. Marrja parasysh praktikisht, sepse po prisja të vinim të ky momenti patjetër që nuk do të ishte qeveria në kontekstin që ma kërkuan dorëheqjen e ja tani me vrap, në sensin e nuk pritej kjo gjëja më njëherë, por ama projekt ligje për tu përmirësuar, ndryshuar, siç është ai i zonave të mbrojtura. Apo edhe ligji zgjedhor që janë sjellë në vëmendje, ka qenë në 5 kërkesat e tyre, një nga 5 kërkesat e tyre. Nëse do të adresoheshin, pra për të marrë në konsiderat ndryshimet fjalëvjen për zonat e mbrojtura të bëra në 2024, për të konsideruar në parlament, apo ligji i tokave bujqësore që erdhi po prap në vëmendje po nga protesta. Dhe po kaq i ndarjes administrative apo ligji zgjedhor, nëse do të ishin parë ose të kishte treguar një lloj serioziteti në trajtimin e elementëve që janë ngritur si shqetësim nga protestuesit,
mund kishte dhënë një pikërisht frymë bashkëpunimi apo konsiderimi të qeveria, ndërkohë që nuk konsideron askund kërkesën për largim, i ka të gjitha mundësitë apo i kishte që të jepte sinjale që është e përgjegjshme dhe lexon çfarë presioni vjen apo çfarë kërkesas vjen nga qytetarët. Dhe aq më shumë që ligji për zonat e mbrojtura dhe ligji për investimet strategjike janë dy ligje për të cilat është kërkuar pezullim nga Parlamenti Evropian përmes një amendamenti të caktuar në progres raportin për Shqipërinë që u votua një muaj më parë, në 17 qershor, dhe nga Bashkimi Evropian, ditën që u mbyllën 3 kapitujt e parë të negociatave, u kërkua sërish të amendohet ndryshimi i ligjit për zonat e mbrojtura që u bë në vitin 2024. Këto janë edhe kërkesat të protestuesve. Dhe për shkak edhe të këtij detyrimi apo presioni që vjen nga Bashkimi Evropian, qeveria normalisht mund t'i kishte ndërmarrë të dy veprime për të treguar dhe për të çuar sinjale aty që ne jemi një qeveri e përgjegjshme, nuk jemi një qeveri arrogante. Tjetra, qeveria mund të kishte konsideruar edhe presionin që vjen nga qytetarët për reformën zgjedhore. Edhe pse nuk mundet që asnjë prej përfaqësuesve të popullit, të atyre njerëzve që janë në rrugë, të ullet në një trezë diskutimi e cila është parlamentare për reformën zgjedhore, mundet janë ekspertët që ngrenë çështjet në diskutim që element të caktuar të futeshin. Por nuk ka ndodhur asnjëherë prej këtyre, sepse deri tani qeveria ka preferuar ta shikojë si protestën si një kundërshtar të fortë politik. Dhe sjellja ka qenë linçuese, ka qenë arrogante, ka qenë kundërsulmuese. Lufta më e madhe sot, sepse protesta ndryshoi thellësisht edhe mënyrën e të bërit politik, tregoi që një baner i prodhuar dhe i postuar në rrjetet sociale me element, me akuza, me fyerje, me kritika, me ironi therrse, është shumë herë më i efektshëm se sa një shishe molotov që hedh tek dera e kryeministrisë. Dhe lufta në rrjetet sociale u bë shumë agresive. Qeveria është në një kundërsulm përmes njerëzve të saj në rrjetet sociale me llogari fake për të sulmuar apo për të zbutur sulmin që erdhi nga protesta e cila befas tregoi që ishte shumë e fuqishme në rrjetet sociale se sa gjithë komuniteti i njerëzve që kontrollonte qeveria. Në këtë kuadër thash, nuk ka asnjë shenjë për të dëshmuar që qeveria, edhe pse nuk jep dorëheqjen, është duke konsideruar reagimet e qytetarëve, kundërshtitë e qytetarëve. Se çfarë do ndodhë në të ardhmen, kjo mbetet për të parë, dhe pse unë mendoj që tani për tani Rama me atë stilin e vetë të bërit politik, me manin për të mos u tërhequr, me manin për të mos pranuar asgjë, sepse i vazhdon të mendoj që e gjitha çfarë po ndodh është një gjë që lidhet me të personalisht, nuk do të lëshoj pedhe, nuk do të ndryshoj asgjë që lidhet për të mos i dhënë asnjë lloj argumenti protestës. Parlamenti sot pati debate të cilat ishin të forta. Shpesh gjua parlamentare nuk mund merret as analizë në formën me cilën komunikojnë deputetët. Por letërim tek thelbi. Opozita pretendon që e mbështet plotësisht dhe s'ka pse jo. Janë gjithë kërkesat që ajo do t'i donte, qoftë qeveria teknike dhe tashmë punën e saj po e bën qytetarët. Qytetarët nuk i duan asnjë përfaqësues së secilës prej forcave ndaj politike pjesë të lëvizjes së tyre. Apo përfiton PD-ja, ka një përfitim nga gjithë kjo lëvizje, pavarësisht se nuk është vetë aktore dhe nuk e duan as si bashkëveprim, le të themi. Së pari, seanca e sotme që ishte e fundit e këtij sesioni parlamentar, ishte vijim i një viti parlamentar nga shtatori 2025 për parlamenti i ri që buroi nga zgjedhjet e majit. Ishte një déjà vu, një përsëritje, pasi gjithë viti politik ka qenë i tensionuar,
me një parlament që nisi me kontestimin e opozitës për mosnjohjen e zgjedhjeve, denoncime, akuza, librizi, manipulimi këtu, blen aty, ushitën këtu. Dhe në kushtet e këtij realiteti të ri që ka prodhuar protesta, Partia Demokratike tashmë është e detyruar moralisht që në parlament të përcjell atë frym që ka prodhuar protesta jashtë parlamentit, edhe pse protesta ka tone kontestuese dhe përjashtuese edhe për vetë liderin e Partisë Demokratike dhe një sër drejtuesish të kësaj partie, sërish Partia Demokratike edhe pse mund të mos e ketë maksimal kontributin me pjesëmarrje në mesin e protestuesve, kam mbështetur atë. Edhe pse në fillim kishte ca hezitime, nga burimet e brendshme Partia Demokratike i tërhoqi njerëzit që ishin aty, sepse nuk e pranonte faktin që protestuesit e konsideronin në të njëjtin nivel përgjegjës si Partinë Socialiste dhe Demokratike, si Ramën dhe Berishën, por më pas kuptoi që do të ishte një vetvrasje politike që një parti opozitare, e cila ka qenë gjithë kohën në protestë për të kërkuar rrezimin e qeverisë, në momentin kur në rrugë del populli për të kërkuar rrezimin e qeverisë, të bënte të ndinjuarin përballë kësaj kërkese. Të qëndronte në zyrë. Çfarë ka ndodhur sot Partisë Demokratike në raport me protestën? Besoj që protesta ka ndryshuar shumë gjëra. E para, ka çuar në fund kredibilitetin moral të qeverisë. Nga ana kushtetuese qeveria vazhdon të jetë me 84 mandate në parlament, por moralisht është e rrënuar. Opozita ka humbur licencën në thonjza apo ekskluzivitetin e aktorit që është i vetmi që organizon protesta në Shqipëri. Deri tani kishte patër përpjekje të vogla, por ishin krejtësisht modeste. Vetëm parti që mblidhte njerëz dhe dilnin në rrugë ishte Partia Demokratike. Protesta qytetare tregoi që PD-ja është në minorancë në raport me këtë aftësi për të frymzuar dhe nxitur qytetarët të dalin në rrugë. Protesta i shpëtoi faqen dhe nderin Partisë Demokratike, sepse protesta e saj e nisur me bujë, me molotov, në mënyrë periodike, një herë në javë, një herë në 10 ditë, kishte arritur në një pikë sa ishte të kurrur dhe e mbante gjallë vetëm një grup nga këta militantët të thekur të cilët të hidhnin shishe me lëndë djegëse. Dhe po kërkonte një rrugë për ta mbyllur këtë, sepse një protestë nuk mund të jetojë pafund. Dhe kjo është normale. Dhe ky fundi do duhet ishte me sa më pak kosto politike. Kjo protestë ja mbylli këtë siklet të madh Partisë Demokratike. Sot Partia Demokratike mund ta shikojë veten forca kryesore opozitare në parlament, por në publik jashtë parlamentit tashmë fusha e opozitarizmit është hapur, sepse kjo protestë nxiti dhe motivoi, frymzoi një opozitarizëm qytetar që është përtej një partie politike, përtej një koalicioni politik. Shumë njerëz morën forcë, filluan të shkruajnë. Unë shpenzoj kohë për të parë rrjetin, pasi ky është profesioni im, për të parë komunikimin, dhe shikoj një lloj zgjimi të njerëzve, një lloj kuraje të njerëzve për të reaguar, për të folur, për të thënë, për të akuzuar, për të kritikuar. Dhe gjitha kjo ka prodhuar një opozitarizëm qytetar të cilin nuk e kishte motivuar asnjë parti opozitare. Ajo që mbetet për të bërë tani është zgjidhja politike, sepse asnjë zgjidhje nuk do vendoset në bulevard. Në bulevard nuk zgjidhet as presidenti, as kryeministri, as qeveria. Gjatë se kur Rama të dalë në balkonit i hedh çelsat e zyrës në bulevard, asnjëri nuk mund gjitet dot në zyrën e kryeministrit, sepse në fund çdo gjë do kaloj përmes rrugës ligjore, përmes rrugës kushtetuese. Ndaj dhe kjo protestë nuk mund të ketë fuqi ekzekutive. Kjo protestë të duhet që ta ushtronte të gjithë presionin e saj, edhe në bashkëpunim me opozitën politike në parlament, për të shkuar tek një objektivi vetëm: lorëheqja e qeverisë, krijimi i qeverisë teknike dhe reforma e thellë elektorale. Sepse në protestë nuk zgjidhen të gjitha problemet, edhe ilaçet që mungojnë, edhe problemet e largimit të popullsisë, edhe subvencioni për bujqësinë, edhe varfëria, edhe pagat, e ku diun tash. Në protestë zgjidhen çështje themelore
që kanë të bëjnë me standardet e demokracisë. Pjesa tjetër e qeverisjes i takon qeverisë që zgjedh populli. Por popullit i duhet dhënë në dorë arma, mjeti përmes të cilit ajo populli ushtron pushtetin. Vota e lirë. Që populli të zgjedh një qeveri dhe të ketë mundësi edhe ta shkarkojë këtë qeverinë pas një mandati kur kupton që kjo nuk ka punuar mirë. Nuk ka arritur pritshmëritë. Dhe s'ka arritur pritshmëritë. Kjo i duhet dhënë shqiptarëve. Rikthimi i institucionit të votës së lirë. Pjesa tjetër është përgjegjësia e popullit. Kë zgjedh. Nuk vendoset në parlament, nuk vendoset në rrugë kush do të qeverisë. Në mënyrë absolute ajo. Vendoset ke kutia e votimit, por zgjedhjet duhet të jenë të drejta. Kjo protestë kaq masive dhe kaq e gjatë, në fakt është për herë të parë, praktikisht. Duke qenë se nuk ka akoma një kokë, pra nuk kemi akoma një përfaqësi të saj, do të duhet ta ketë, e penalizon lëvizjen kjo, dhe a e ka kryer misionin e vet në fakt, apo do të ne presim të kemi një qendres të popullit deri siç kanë thënë në zëra të ndryshme në rrjetet sociale, shtator, tetor. Tani kjo protestë ka hyrë në histori si unike në Shqipëri, është protesta më e gjatë Ndonjëherë. Arritjet e saj për mua janë shumë të mëdha, edhe sikur protesta të mbyllet sot, unë nuk do të thoja se protesta dështoi, sepse ajo ka hipotekuar tashmë zgjimin e njerëzve. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme, se ishim në periudhë kur ka krijuar një precedens jashtëzakonshme çfarë duhet të bësh politike këtyre njerëzve që të hapin gojën, çfarë duhet të bësh me këtyre njerëzve që sa herë kemi diskutuar edhe në studio. Me fshësia e qytetarëve ka qenë një gjë për cilët flitej dhe diskutohej masivisht. Por ata që janë aty normalisht kanë refuzuar, ata që merren me menaxhimin kanë refuzuar të quhen drejtues, kanë refuzuar të quhen përfaqësues, sepse e para aty ka janë vërtet zërat që po organizohen, le të themi, një lloj strukture drejtuese, ashtu quajtur, e grupimit. Pra, persona që mund të jenë marrë me organizimin, se dikush ka bërë gjëra të caktuara në funksion të gjithë lëvizjes. Që pas protestës ka njerëz që merren me organizimin, kjo nuk diskutohet, duke thjesht banerat, fonia, kjo infrastruktura sado më të vështirë që tjetër është nevojshme. Kanë kontribuar në këtë strukturim. Por ata kanë refuzojnë që dikush apo disa të quhen bordi drejtues, stafi drejtues, grupi drejtues, sepse në momentin kur ka një grup... Kanë refuzuar apo nuk kanë gjetur një dakordsi? Unë besoj që kanë refuzuar, sepse në momentin kur 4 njerëz apo 5 njerëz që etiketohen, këta janë lehtësisht të shantazhueshëm, të bleshëm, apo edhe pasaj objekti të gjitha sulmeve të tjera siç ndodhin në Shqipëri, me kë është, ku ka qenë, çka ka bërë, ku ka qenë klaspare, kështu me radhë. Kanë zgjedhur të quhen thjesht aktivist. Normalisht, kjo është një gjetje, edhe besoj që jetë gjatësia e protestës ka ardhur nga kjo. Por kjo tjetra ka bërë që ta penalizoj protestën, të shndrohet në një medium të rëndësishëm politik. Sepse protesta është një energji e madhe, njerëzore. Edhe pse 3 herë kam mbledhur deri tani mbi 50.000 njerëz, është një lumë njerëzish që dëshmojnë që populli është zgjuar. Por kjo energji që është derdhur në bulevard nuk është shndruar në politik. Pra protestës i ka munguar mendimi politik, i cili të artikuloj kauzat, idet, afatgjata, që qytetarët besojnë që nga kjo protest nuk do lindi një parti politike, por do të lindi një frymëzim që nesër në zgjedhje të kuptojnë që në këtë vend nuk ka vetëm Rama Berisha dhe të zgjedhin midis Ramës dhe Berishës kush gënjen më bukur apo kush ka mbajtur më shumë premtime. Kjo gjë ka munguar. Ka munguar ndoshta edhe për shkak të mungesës së eksperiencës, leadershipi. Dhe kjo pastaj ka çuar në ca artifica, jo do krijohet një komiteti bashkimi qytetar popullor kombëtar, që besoj që nuk do shkojnë për të krijuar këtë përfaqësim zyrtar të kësaj proteste.
Nesër kryeministri mbledh deputetët, mbledh po kaq edhe kabinetin qeveritar. Domethënë pritet një farë mënyrë analizë e punës që ai e bën periodikisht me të vetët. Presim ndryshime në kabineti dhe ndoshta në këtë formë do t'japi mesazhin që po, unë bëj analiza dhe kush nuk ka punuar mirë do të zëvendësohet me digo tjetër që zgjidhet për të qenë më efektiv. Është një angazhim politik, po do të tregoj diçka, apo është duke bërë të zakonshme që ka bërë gjithmonë? Besoj që dy elemente këtë nesër. Njëra është, le të themi, një lloj analize duke qenë se është fundi i sesionit parlamentar. Kemi dhe zgjedhjet lokale vitin tjetër. Jo, sot ishte seanca e fundit, nesër bëhet një lloj analize, një lloj rezumeje se çfarë bëri parlamenti në këtë sesion, më the thash. Pastaj pjesa tjetër i përket fjalës së Ramës, agenda kjo është fjala e kryetarit të parlamentit, grupit parlamentar dhe më pas kryeministrit, i cili edhe në bëft në ndryshim në qeveri, besoj që kjo nuk ka pikën e rëndësisë më, sepse qytetarët nuk kanë dalë aty në rrugë për të thënë që s'na pëlqen ky ministri, ikin këtë vini atë, apo të lëshojnë në një rrufe mbi administratën publike siç ka ndodhur tek TUK në përpjekje për të shkarkuar ca përgjegjësi duke thënë njerëzve që ç'keni juve nëse ata njerëzit ka administrata qoftë qendrore qoftë lokale s'punojnë mirë, ja mund këtu ja rregullojnë qefin, ju do më thoni mua se ja tregoj unë. Këto janë të kaluar tashmë në raport me protestën e cila për mua nuk është vetëm turma e njerëzve që del në rrugë, por protesta është edhe e atyre qytetarëve që nuk janë aty, por dëshmojnë atë që janë përmes opinioneve të tyre në rrjet. Nuk do të ndryshoj asgjë çfarë do lloj masa që Rama mund të marrë me shkarkimin e njërit apo tjetrit ministri. Megjithatë unë mendoj që nesër nuk do të ketë asnjë lloj lëvizje të tillë, përveç se do të ketë një sulm tjetër ndaj protestës, se tashmë është bërë e qartë qeveria dhe protesta janë një përballje të hapur dhe asnjëra palë nuk lëshon rrugë, janë në një udhë, një kalimshe, janë kokë më kokë dhe dikush do të eci mbrapsht. Dhe do të tentoj të etiketoj siç ka bërë. Sot kishte një etiketim të tipit që ata që janë në shesh janë terroristë. Për mua është egzageruar që të quhesh terrorist njerëz që kanë dalë të protestojnë edhe pse konfrontohen me policinë, sepse në të njëjtën mënyrë ka protestuar edhe Partia Socialiste kur ishte në opozitë, edhe në mënyrë shumë agresive biles, por si ka qujtë kush terrorist. Megjithatë, etika ka rënë, toleranca ka rënë dhe jemi në një moment kur politika është duke u bërë gjithnjë më radikale, për fat keq. Gushti do sjelli pushime, siç ka dhe administrata dhe parlamenti, apo ju parashikoni që protesta do ta mbajë pavarësisht se me numra të kurrur të njëjtën performancë? Domethënë nëse do bëjmë një lloj parashikimi sot. Njerëzit që menaxhojnë aty kanë thënë që do ta mbajnë, në qoftë edhe si simbolik që protesta të quhet vazhdimsi, her pas here, siç është caktuar një datë, më duket 28-a, për të dëshmuar që prap fuqia e popullit është, edhe pse nuk janë çdo ditë aty në rrugë, por një bërtham njerëzish do vazhdojnë të jenë për ta mbajtur gjallë atë energjinë që ka krijuar dhe krijon protesta. Në rrugën tonë të integrimit për ta përmbyllur aty ku në fakt është aspirata e shqiptarëve tash 35 vjet. Si ndikon një lëvizje e tillë si protesta dhe nga ana tjetër si shihni reformat që po ndërmerren? Integrimi është një proces, dhe jo më kot e ka emrin proces, nuk është një vendim. Kemi ca deadline shumë të afërta dhe që duken vërtet... Deadline e kemi caktuar ne, s'na ka caktuar kush, dhe mirë bëjmë që caktojmë deadline, se po nuk vendoset deadline, nuk shtrëngohesh. Nuk arrin dot, po, ti përmbyllësh në kohë. Për ti përmbyllur. 3 kapitët e parë që u përmbyllën janë padyshim një lajm shumë i mirë, pasi integrimi i Shqipërisë nuk është dhe nuk i përket një qeverie, një partie, një kryeministri, por është gjithë shqiptarëve dhe hap pas hapi, qeveri pas qeverie, mandat pas mandati kanë kontribuar do të duhet të përmbyllen, qartë. Për këtë proces të rëndësishëm që është me përmasa historike dhe padyshim çdo hap që hidhet në këtë drejtim është një fitore për të gjithë shqiptarët, me parti, pa parti, në qeveri, në opozitë, kështu me radhë. Por kriteret që përfshihen
në kapitujt që janë ende të hapur, janë absolutisht sfidues, jo sepse janë agresiv, po sepse sfida lidhet me faktin që ne jemi shumë larg asaj që kërkohet. Dhe për këtë arsye, besoj që do duhej që qeveria, duke qenë se vetës i ka vënë një deadline që kapitujt i mbylli brenda vitit 2027, do duhet ishte përqendruar në mënyrë të jashtëzakonshme për të arritur këtë objektiv. Falenderoj shumë për prezencën në studio si gjithmonë, Knesi. Faleminderit. Do të kemi hapësirë publicitare, nderuar teleshikues, qëndroni me Rreth 24, ne bashkë do të ndajemi këtu.